A prishet abdesi nëse e prekim gjinimin femëror mbi hijabin e saj apo derezat e saj? Allahu të shëleft në të mirat e tij. Amin dhe juve gjithashtu. Dietarët kur e pyet për këtë çështje, këtë mesele e kanë dhënë në 3 grupe apo në 3 mendime. Mendimi i parë është mendimi i xhumhurit, shumicës dietarëve, po ashtu në këtë mendim ka nuar dhe Imam Ahmedi, Imam Shafiu dhe Ebu Hanifja, ku kanë thënë se nëse njeriu e prek gjinimin femëror të cilën nuk e ka grua, nuk e ka mahrem mbi hijabin apo derezën e saj, atëherë abdesi i këtij personave është në rregull, nuk anulohet. Pala dytë e dietarëve, siç është Imam Maliku dhe Leith ibn Sadi, kanë thënë se nëse njeriu e prek gjinimin femëror mbi hijab apo mbi doreza dhe janë të holla, atëherë abdesi i këtij personi anulohet, prishet, ndërsa pala e tretë e dietarëve kanë thënë nëse e prek mbi hijab apo mbi doreza dhe ato doreza apo hijabi është i holl, prishet, dhe nëse ka prek, kanë thënë ka kurzuki dietar me efsh, pala e tretë e dietarëve ka thënë nëse nuk është me efsh, nuk prishet. Këto janë 3 mendimet të cilët i kanë pru dietarët. Mendimin më saktë e shohim mendimin e xhumhurit, shumicës dietarëve, Allahu e di më së miri.